Aktivitetet me rastin e tetorit roz për ndërgjegjësimin e grave dhe vajzave për ruajtjen e shëndetit nëpërmjet kontrolleve të shpeshta për parandalimin e kancerit të gjirit vazhdojnë. Nxënësit e gjimnazit Fiershegan në bashkëpunim me Bashkinë Lushnjë, Njësinë Vendore të Shëndetit Mjekësor Lushnjë, stafin e Qendrës Shëndetësore Fiershegan, stafin mësimor dhe prindër organizuan aktivitetin sensibilizues kundër kancerit të gjirit. Drejtori i gjimnazit Fiershegan, Florian Gorovelli, në fjalën e tij tha se është shumë e rëndësishme që t'i japim prioritet shëndetit. Shëndeti është pasuria më e madhe. Ky aktivitet në kuadër të tetorit roz, muajit të ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit, nuk thjesht një takim, por një zotim i përbashkët. Është një zotim i shkollës, i komunitetit dhe institucioneve tona për t'i dhënë prioritet shëndetit. Thirrja jonë është e drejtë për drejtë dhe jetike. Nëna, motra, vajza, kujdesuni për shëndetin tuaj. Përfaqësuesit të shëndetit publik folën për rëndësinë e ekos dhe mamografisë falas, të cilat zbulojnë kancerin e gjirit në fazat e para të tij. Është shumë bukur që të gjithë institucionet bashkë të bëhen pjesë të fushatës ndërgjegjësuese kundër kancerit të gjirit. Pikërisht tetori roz na kujton që të ndërpresim pak angazhimet tona të përditshme, të marrim 10 minuta kohë, të bëjmë një eko gjiri, të bëjmë mamografinë. Këto janë shërbime të cilat ofrohen pranë poliklinikës tonë, me një rekomandim të thjeshtë nga mjeku i lagjes, nga doktoresha, në rastin tuaj si Dorela dhe Neriada. Caktojmë datën dhe bëjmë mamografinë. Janë shërbime që ofrohen falas. Ju lutem 10 minuta nga përditshmëria jonë të shpëtojmë jetë. Kryetaria e bashkisë, Eriselda Sefa, e cila ishte e pranishme, tha se këto aktivitete do të shtrihen në të gjithë territorin e bashkisë Lushnjë. Ne si institucion në bashkëpunim me shërbimin social, por edhe me një vëmëshën, kemi menduar që të organizojmë aktivitete në gjithë territorin e bashkisë Lushnjë, sepse duam që nënat dhe të gjitha gratë tona të kenë mundësi të informohen rreth kësaj sëmundje e cila ashtu siç e pamë nga statistika ka një numër të konsiderueshëm. Dhe për ne është shumë e rëndësishme informimi dhe sensibilizimi, sepse është shumë e rëndësishme parandalimi dhe patjetër diagnostikimi i hershëm. Mesazhi më i bukur u nda nga zonja Merita Gjoshi, e cila e ka mundur kancerin e gjirit dhe është shëruar plotësisht. Unë jam këtu për të prezantuar një zonjë e cila tashmë e ka kaluar sfidën me kancerin e gjirit. Ajo është një zonjë shumë e fortë. Unë ftoj zonjën Merita Gjoshi të na bashkohet. Merita ka shumë emocione. Nuk e di nëse do mundet të flas, por që nuk mundet të flas, por përcjell një mesazh për ju lutem bëni kontrolle periodike se po i bë to kontrolle çdo gjë është e shërueshme. Nxënësit e mbyllën aktivitetin me mesazhin jeta është e bukur, jetoje. Kjo lule na tregon që jeta është e bukur. Jetoje.